halët sot be se dje ishe bo në halë kaftera, ketë nishane nuk qëllosh. Mas vetë, ma mirë jam pak sot, po shka me bobe demush taksiratit rrok dë njerë. Po taksiratit tonë plesh nuk I dilet për para taksiratit. Ja. Limon, do më tregosh një se drejt. Tregom si unë vesh sot. Për marak një. Shumë mirë. Unë se një vesh ishë më qysh, për veqet kravat marina me vesh. Njerëzit së më kalon me livricë. Jo, kravata mirë të rinka. E ne pas ke pak kombinim me këtë bojat. Po, ma zvetë, njerëzit më duket të kanë nisë më mbledh. Ku? Te dera. Pse? Qysh pse bre, po e patëm sot për shiritin, me prej lentën aty edhe gërshont mi morë. Kreti ku më po hazër. Kreta? Po. Lenta? Kreti janë hazër veç kalzëm ti tekstin e ke mësu. Limon që ke fol, Limon. Qysh be që ke fol, po e ti që du shmetal me fol aty ty, o jone. O, Limon, ajo është puna me vogël, o Limon. Gjion shë. Ajo është kur nisen. Qysh be kur nisen? O, Limon, lekët a bon dhe të kalzoj nisen. A isha gjiklo këtaj? Ishe. A bonëm mua bet? Bonëm. A dole për këta? Dole. Ku shkova pa e ta? Ku shkove? Në komun. Që këshë? Zyra numër 12. Treja. Tak. Pravde. Urdhnoni? Thash mirë dita? Mirë dit da zotni? Thash mirë dita e ne ju. Thash a ka mund se ta bëjmë një kafe? Tha unë nuk pi kafe zotri. Që këshë? Dhe me ke di ki nuk është I korruptum, edi... Këshëre. O, zotni, a ka mundësi të ta pim një kafe për jashtë? Njëri pas ke thonë, edhe? O, lut, kur për një moment tha, hajde si ta pim një kafe për jashtë. Dollëm, Limon, u ullëm me një kafe. Ajra I qet, unë e qet. A I s'folin, unë s'folim. Tash ku të plaset, cilë dhe, a kupton? E në unë me strategji, da, kuraj. O, zotni, tha, qëfar problemi kje? Po, thash, kam një problem shumë të madh. Tha, urdhno. Thash qatë mikun tim, thash që I keni pak ditë në gjyq. Thash atë rastin, a ka mundësi, thash, të paktën t'ja shtoni berem një një vjetë. O, dhe? Edhe? Fillit buja, po së unë e Limon pas, e zbuta pak. O, thabe, ja boni këshune, Pjesë jeti, pjesë keqje. Tha nuk një vjetë, tha 3 vjetë. Mogre? Edhe erdhe Limon këto këtaj, qështa jëmë këtaj. Shosh. Bravo, shumë mirë ja ke bo. Shumë mirë ja ke bo. Digjo Limon, që kjo kja e para. Po? E dyta, të kum pra unë I bakshish gjikujt se kum qu. Ja. Ja. Ma ka ndonë do shok me një vind, atje në qeshk. Po? Limon. Le, mos varë gjithë, ja. Na, Limon, une e punë. Jo. Une, Limon e kum vendosë të tabina, aso qa e punë. Aso? Ku e kje? Na u bështë e hine, dhe ta për para njerëzve pak. Ate për jashtë, u regullu. Ne mba e vitit, e te I banë kurse nuk e dush unë me zorë, a kupton? Me zorë ta marrësh, Ani, nga kon. Që kjo punë e liftit, që ka bobre se mend mi qëtën? O, be Limon, be, nuk thot lift, be Limon, be. Thuj, be, ashensor. Që po ta thush ashensor, të thuj, e ki kona me shko. Ani, s'ka gojle, po kalzëm kuan punë e liftit se nuk janë të uduru njerëzit mu kanë vjetë fetera. Se për mu njëtë është si ke si s'ke. O, Limon, në Dubrovnik, dogona nëse o nga tru aty. Pas mundet me në edhon në I datë se kur qyshe. Pa e dishbe ku o Kina, s'ka mund se të thash, o njerëz, e dini ku o Kina, fundi dinjës është Kina, e në plus është tuartë me target. Target? Po, a e di që është target? Me gjuhën të anive një anije e madhe, nuk e di sa e madhe ajo anija. Këshë. Po dhe? Hajde! Direktor. A jeni gati? Gati. Se kanë ardhë një shleper kamera dhe janë të naprit neve. Që këshë, erdhen kreta? Po. E po mirë atëre, bana një gati kadal, po dalëm, veç mos bëni panika, a? Ka dal, drejtor? T'lutna, me qëtësi, pa stres, heq mos ty pensioni, t'lutna, drejtor. Oj, te coco, ka mund sajt ma për shatë numër në telefonit asaj.
Kujt? Sa shoqës tënde. Cilës shoqe më unë kam shumë shoqe? Qasaj fëmijë filli shkurta që i kishte. Thoj kom gjip, është ndërmjetësues i bizniseve, është menaxher, gjithi do se loçke shperti djabli, këtë. Hamet dhe mosha nuk i qëtër muhabet në këtë halakom që tash që më kanë mbledh njerëzit këtu për jashta, ti ajo shoqja gjipi mipi ripi. Dhe thash ta provoj be o. Hajde dalëm. Veç pak, qështu keni më konë dveshta, po? Boja, si mi boja, Shumë mirë po dukesh. Hajde. Të ti kombinimi ka mujtë më konë pak më mirë, po nese më. Nese, ama në ti pas keni kombinim, nuk qëlloha kepi... Hajde, demush. Drejtor, me qëtësi, pas stres, mos me t'hyp tensionit, lut nash. Hajde, dini që ta shkovi më njerë. Po. Po, që? Mirë. Me preja? Po, hajde. Hajde. Po. Kafe që të të. Qëto? Qëto? Tash i dashur mik, kjo është ajo dhurata që e kam për ty. Ta gëzojsh dhe pa të shëndet. Faleminderit. Urdhrani. Po, merë. Urime. Hajde kënej, jepi. Na pri. Hajde. Klum. Një sekund, ju lutem. Hajde. Spërmen, unë qonë. Shikuar të ndërruar... Shikuar të ndërruar së të ndodhemi në objektin e cili boni bujt kohës fundin e vendit... Shikuar të ndërruar së të ndodhemi në objektin ku ka po bujt madhe në vendin ton, një objekt gjigant, dhe është bërë një investim shumë i madh dhe këtu sot televizioni jonë është prezent me investitorët e këtij projekti dhe do të bisedojmë gjatë këtij projekti, këtij procesi si ka shkuar dhe si kanë arritur deri te ky objekt, te ky investim. Si e vlerësoni dhe si mendoni do të ketë investime tjera në vendin tonë? Unë dhe Mushi, bashkë me Limana Gushi, kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në këtë zonën tonë. Ky është investimi i parë i madh. Tu do kese investime pa fund. Kjo zonë më nuk do jetë... Ato mund t'jeni pak ma korekt për çka mund të shërbeje ky objekt, si për shembull. Ky objekt do shërbeje për banim, për zyra,
Qendër tregtare. Qendër tregtare? Po, duqane. Bazene mrenda, me pishina të rregullume, me gjithë shka. Do të thoni se ky objekt premton shumë turizëm, apo jo? Absolutisht, tu do ketë turizëm, tu do bëhet Dubai do bëhet. Dubai? Po. Në një objekt në vendin tonë, si Dubai. Po. Por kisha dhe vetëm një pyetje. Gjatë shkallave kur unë gjitëm, nuk ka ashensor gjithë kjo objekt. Këtu ke drejt, në kezon. Këtu ke drejt. Ashensori është duke ardhë pikine edhe është për 12 vetë, me njëherë edhe për 4 fëmijë. 12 vetë, dhej edhe 4 fëmijë, me njëherë. Do thonë shikues të dhe ashensori vjen nga Kina. Po, në një vend krize, kësi jetojmë ne, për shembull, kriz politike, kriz turizmi, kriz kulture, çka mendoni se mund të na shërbeje ky investimi juji? Unë ju thash se ky investim do shërbeje për shumë se. Edhe ne vetë nuk e dim për shumë sende. Mu për shembull kishë interesu kultura. Çfarë mund të bëjmë për kulturë? Ndalu pak. Ç'është ai ndalu pak. Kultura. Unë edhe Limana Gushi i kemi vu xixat e para për kulturën këtu kene. A e marrësh me mend çfarë do bëjmë në të ardhmen. Atash i kemi vu xixat e para. Shkëlqejnë ato, duket ajo. Po, keni qenë ndonjëherë në teatr? Gjove të Po ju? Si fëmijën akoma. Po, hahen ato, e di që i hahen, po. Po ju, Zotri Limani, çfarë do të na thoni për këtë investim tuaj? Mirë dita. Po, mirë dita. Mas pari unë ju përshëndes edhe ju falenderoj. Sa kohë ka dashur për ta bëni këtë punë dhe sa buxhet ka shkuar? Buxhet, po. Shumë pare kena dhonë, që kjo qika ju kalzon. Ju jeni, kush o kjo? Jam sekretarisha e drejtorit të marrë. Çfarë mund ta thoni ju? Pra, siç po e shihni këtë objekt gjigant, ky objekt ka 7 kate. Dhe secili kat ka mbi 500 metër katror. Do me thënë, kjo i përket hapësirës së brendshme. Kurse të flasim pak për hapësirën e jashtme. Hapësira e jashtme ka mbi 1000 metër katror vetëm gjelbrim. Pa fund. Veç kësaj, do t'jetë një park i madh lodrash për fëmijë. Po, ringi shpill. Ringi shpill? Po. Do t'jetë edhe një pishinë e madhe, që syri nuk ja ka parë askujt deri më sot. All inclusive, apo jo? Bazen, po, me pisha. Por kur mendoni t'jenë në shitje këto? Akoma nuk kemi vendosur dhe nuk duam që t'i zbulojmë të gjitha, sepse kjo do t'jetë diçka shumë e madhe për gjithë qytetarët tonë. Faleminderit shumë. Doni diçka të shtoni ju, Zotri? Fal, mësoj. Po, desha shtoj edhe unë diçka, po... Veç pak fal. Nuk ka bateri. Si bez ka bateri? La bateria. Na falni një sekundë, si bez ka bateri, pak thash në zyre mbush me këto debilla kishim intervistë në mirë. Po nuk e dita se shumë gjatë S'ka bëjmë shtash. Rregull, na falni, faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi e imja gjithashtu. Transmetimi do t'jepet gjatë javës. Por Unë ti t'njof. Apo? Prej ku? Ashtu? Unë ti t'njof për zonit njof. Ti djaloja të Po në televizor, normal. Dhe kjo është të mundu këtë njëfshëm, ma mos të mës jemi pa dikon? Prit pa. Mërgim? Unë ti t'njof kër e bojnë atë skandalin ma shkrimin atëherë gjënëzorën televizorën. Zotri, unë e kom shumë skandale, mendoj kam bo shumë skandale dhe e kom pa tjetër t'i publikoj, kjo nuk mund ta. Po, në kush mere, shonë si vajnë capit e kasapit. Kjo është detyra, mendoj urdhërat e shefave të mi. Po, Dinjoja nuk është e pitetove në zhelin, pak ma gjato. Miru pafshim, Zotri. Miru pafshin. Mund të shini emisionin e javën e kalume, kalafshimi. Dunjaja sajle, Dunjaja. Mos va pafshim ftajnë, hajde. Ushe që gjishtë po. Hajde, të më gjëra po qëtë. Hajde. Hajde mbush, hajde se shimi bro, hajde. Po, më nuk leren me fol, si ta qilat gojën si qakall, veç a i ka marak mi kalzu senet, nuk leren një laf me thonë.
Edhe Janisi, jo Dubai, jo Dubai, jo kjo, jo ajo. Kër e veti gazetarja për teatr, sen s'dike, e po? Po, vëllaj, te proja ma spata shkam i bo se mu ma mushi menen që e gazetarja. Veqa e po e bre drejtor qarë pytje, bojke. Po, s'kish lidhje me gazetari, kishe unë e gazetare. Për një moment tash veshtja kapi mikrofonin. Jo, së nuk ban. Jo, katia nuk ban heqa, mu marrë me ta. Shkajt e mo qëto. O, drejtor, që tash pesho që mu pas kam pi dora. Po e rënë të koka. Lije bre, lije se vjerëm që gjem rena si ato qerët edhe regullojna. Nga këmo, jam lodhjem këput. Këshur që tash të morëm se nesër këna plot intervista me bo. A more vesh, edhe qëto shkollë po të këputshin, i kum një rafsh 99-ishin. Jo, bre, drejtor, 69 t'ja. Lije bre, qëfar 69, mos më kalë zëti mu 99 e dijone. Aningo, edhe në kofshin 99, ti thuj 69. Pse? Po, se s'kena lift. Kur po vi njerës të loth për ndonë frim, parëm leta din që janë 69 ma pak. Më si ti ndru ti numrat? Jo, nuk i ndroj. Po, ata leta din që janë 69. Mës gabom i prek se 99 edhe nuk livrita, more vesh. Qështu? Hec ma qatë aparat shtypjes se ka njësë bilbiljat me mosil. A, e kam ble një aparat ri. Po, kam i ta matë shumë mirë. Hajde. Që u kry. A kishe pushu drejtar? Këshire be që është vetë shqiptari, a kishe pushua, a kishe flet, a kjo po honra. Shka janë mërë këto pytje, shka veç të nabe ndodhin këto sene? Shneth me të thonë, ty do këtë plaq. Le, marë qëfar shneti, hec matë ma se më do këtë apet më kajnë. Shka e bo mëre me këtë matme, 100 herë në ditë për matë. Po qysh mëre mës me motë, po ty nuk jeni tu morë vesh që kur po vjen një fare therë me pipingishtat kome, po më he, po më vjen si dridh me he, po më hyp të nalt, dhe që do po më vjen e ku po të hapët këtu ka kryja, fak, po më të vesh, po më ushtojnë, sytë, sens po shë. Kur gjon nuk ki, veç pi shkallëve të hyp tensioni. Lodhësh. Po, hec mare mate, hec mate. Po jo bre drejtor, 100 kandidati kemi që na presin për jashtë. Qa? A përshet që s'na lojnë rahat? Po, krejt pi këtyne e ka me dhone. A more vesh a ka ndodhje? Ku ka me marrë vesh unë e gjithë ditën punë më shelë këto? O në kotë pa uzës jena ju lutem mos na pengoni. None e grus teme ardhë. Ardhë për hajrë, për hapjen që e këna bohe. Po? E t'ju këshin marrë mend, zeri ka hyp shtypja, e t'ish rëkullis, e t'ish rëdzu për shkallë e kish hup vedije. E shka të tha jo? Karë më ndej gruja e ka marrë, e ka që unë shpe, e t'i kish donë një farë supe do sene, ish rahatu më se, po kjo po folke di shka për vike në goj, kur për hup ke vedijen. Pse? Shumë sene po kalzike. Për shkajt? Për shtypja, për shkajt. I për shtypja dhe kalzan full shka mos. Jo ngo, shtypja është problemi madh. A di pse? Se baba jem, para 5 vjetëve, i hypi shtypja shumë. Edhe? Sot e kësaj dite, del në për robore dhe e lyp një lopë që i ka hup mote. Që këshu? Po. Jo, edhe une po tutna piqesoj se po tutna mësëne me hyp shtypja shumë në të nisi folje, une kam informata, njeri i informum, edhe jap në i laf, ku me dit këtë mësëne në më keshin. Qërë ma qërë. O, shpirtin për më hangën, po këtë bre për këtyne e kam këtë smuje, po veç me kabe këtë derë me hek kretë bre. Jo, qëtësoj, që ta është dalë dhe i regulloj one. Molto bene. E se harrova më të veta që të pikajt keve? Da parlare italiano è molto bene. A prestigiosa Barcellona. Mucho grande. Çka? Mucho. Mucho grande. Pagni mai?
понимай по-русски, по-русски понимай, поговори. Ej, Buti, falë me Shqip se po. A di Shqip me folë? Qysh bu me si, a je merë. Po folë me që se më tutë, thash ku e di. Se njeri menjan ato. Ky është një ndër dialektet të gjuhës shqipe. I din dialektet të gjuhës shqipe? Apo nuk i din? I di, kam mësua. Gek dhe tosk. Mërë djallë. E di, për shka ke këtu? Intervist punës. Sa mirë. Më kam të përfundu me administratën. E te? Nuk kam. Restorant, me tradit, Kroaci, Bregdet. Bregdet. Edhe ngoj muzikë rock, pop, 70-ave, 80-ave. Po duket. Këtë Gjoni më thojnë. Emitoj shumë mirë, John Travolta. E kom imitu, më herë. Në fakt, po do kërë si Elvis Presley. Më kanë thonë, edhe kështu më kanë thonë. Se kisha di se John Travolta pas ka restorant në Kroaci. John Travolta. Po. E kështu. Pse ke ardhë, zotni këtu, nëse ke restorant atje? I ka marrë me zgjenu pak biznese. Pse? Atje ta kanë ngushtu, a? Pak ngusht. Dikush 100 punë, dikush theq. Na e dojmë shumë punën. Kena qef me punu. Po duket. Si tjetë kismet, po ta marim këtë lokalin, po ta qelin, po ta bojmë. Ti? Ta. A ki me buneja nëse e merë? Neja, po qysh jave neja. Shkumje, ardhje, shkuma parti, krejt me krejt. Pa, i bondi, i bondi. Ani ju, apet pas një ordë? Për shka jeni? Për intervisti. Po, për intervistën po, për qfar pune? Unë si përkthyes, dua ta marr zyrën për të bërë përkthime nga të gjitha gjuhët e botës, të përkthejmë në gjuhë letrare, në atë popullore, e kështu me radhë. A ka mundësi? Dhe, zotri, në keni lodhme shumë me këto shkallë? Përlis, shumë shkallë? Më shërdhafsh, të lusum më keni bo me këtë shkallë. Që ato janë se një ndrëj. Jo, nuk po thot një ndru shkallët, po thot liftin, ashensorin, liftin, do ta montoni. Hajde se s'kam bak me upë, hajde. A jam unë në rënd tash? Ha? Tash unë jam rënd? Girls first. Ladies first. Që ashtu dhe përka? Zonjat kam përparsi. Po profesor, mas më bënd të tashi. Pastaj, profesorët. Këto i ki krejt dokumentet e mija. Mirë, certifikate e lindjes. Po, CV-ja, po... Një qajnë ku i ki? Se nuk dojt një qaj shuse. Qysh bes do të një qaj, po pa një qaj nuk bëm bre? Zotri, unë nuk jam e martume. Nuk je martume, po që është nuk kalzo bre? Për çka jeni ju këtu? Unë i kom kryu studimet në vitin 2009 edhe kom punu. Do me thonë ti, kënajt në shpje ke marrë roga? Nuk është bashkë që ashtu në fakt, po, kom marrë rogë, po kom dosht me punu. Si pas dhonave që po mi qetë kompjuterin mu këtu, ju nuk keni as pak legitimitet me punue. Pse nuk pas na unë legitimitet me punue? Qiko, unë nuk jam të drejt, po desh mere kompjuterin vetë edhe këshyre. Nuk plotson as një kush për me t'ofru punë. Pse pra keni hap intervist për punë? Kena hap intervist për punë për këto objektet që du të mi dhonë me qera, që janë gati, ato që s'janë gati, ma ta ne i japëm. Kjo ndërtesa është krejt e jotja? Po, krejt e jemja. Edhe shkallta? Po, edhe shkallt. Ti mos u lodhe, qikeri, a? Jo, nuk u lodha, po e po është kjo ndërtes ka gjigante, pa shënsor mërë pak qudi. Pse, a mos i një shkallët sa janë? S'ka nevoj, si i kom një une. Qka jeti këto? Una, kur gjohi që unë jam ngoj kopallat njerëzve.
A mund vete a këto? Jo për këtë vajzën. Aha. Kjo I njën shkallët. O drejtar, po rruje për pak para njerëzve, nuk jenë shpitane të pi qaj sa herë për më që shto. A ne dhe su bon, gjohë, pak relax, pak me relax situatën. Unë jam sekretaresha e Limonit, tash e 5 vjetë punojmë bashkë. Nuk mund është mi pas 2 sekretaresha. Jo, nuk mundet mi përthaku 2. Jo, përthakoj edhe mirë, bile. Drejtar, unë shkoj veç me leq. Ti e di shumë mirë se shkat kanë thanë ato atje. E di, mirë, shkojmë me leq. Ti mund është mu qua dhe me shku me një shkallët. Ti mu po më jep urdhra? Po, une, qu me njëherë del prej këtu edhe shko një shkallët. E ndash, valla, unë po thamë 99, kjo po thotë 69. Se di pse erdha këtu, ma mirë të kisha najt me babën shpe. Një me dhaj nuk durohet heq, veç ma mirë prap me babën se me juve. E këqyr një dokumentet edhe nëse ju du në më thërne, se s'kom kohën me hup këtu me juve. Ditën e mirë. Tjetri. Ej, dhe s'dishka, se ti me gjutë shumë mirë. Si thojnë me italisht, la jenat. Tipo di vetro di piatta. Tipo di vetro di piatta! Piatta, po, si shqip që në. A si thojnë, a ka mundësi pagesën, se për mojtë në rritin. A ka mundësi pagesën, ti kërkon shumë kërkon. Po, një si thojnë, falemderit për bakshishin. Falemderit për bakshishin. Qëfar gjuhë? Po italisht dhe që, Grazie. Grazie. A spanisht? Spanisht. Grazie. Mucho grazie. Mucho grazie. Në gjashme. Anglisht si ke be? Anglisht e din? Anglisht e din. Thank you very much. Thank you, pa me ta e di. Je dhe gjuhë. Thank you, pa. Frëngjisht, si ishte frëngjisht falemderit për bakshishin? Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, madame. Zonja, merci, madame. Jo. Prit. Si thojnë be... Femrave si italisht si thojnë? Madonna. Jo be Madonna është kantare në Madonna. Jo, për Madonna kantare. Tjetri! Unë e kështë nënë. Hajt, qështë e thojnë për shamull frëngjisht ama një qorë vici? Franceze nuk hanë qorbë. Po, qështë e thojnë qka je me profesion? Në cilën gjuhë? Po, rusisht për shamull. S'kim me rabota se zanimavash. Qështë i thojnë për shembull turqe, ju do të me pagu qiran për një vetë. Bir güz me kirallarsam. Jo, shumë gabim është. Bir yılı kira ödemek zorundasınız. Tamam. Ashtu mendova edhe unë. Sa I përket kësaj, nëse dojni me marrë ju në lokal këto, do të me pagu qiran për një vit. Për një vit? Po sa? 500 euro. Mjesečno? Mendoj në muaj? Po. Më fali, po ne vetëm me përkthime nuk do mund të arrim. Ju lutem. Çfarë përktheni ju? Po, dokumente të ndryshme për njerëzit të cili kanë nevojë për t'i dorëzuar nëpër ambasada. A bën pak më lirë? Mirë shumë, nashta muj me ta bon e lirim ma tani e folëm. Atëherë ju faleminderit dhe shpresoj se të gjitha punët do t'i rregulloni, sidomos ashensorin, apo? Po, makinioj kryet me këtë ashensor. Kryet makinioj me këtë ashensor. 100 herë në ditë, lifti ashensori. Ballën e bre mo. Shumë shkallë, zotëri. Alo. Po.
Limoni jam, po. Qysh? Ku? Të una? Bom, pas kanë vënu këtu, bom, jashtë, bom, pas kanë vënu.